U rikthyem te tema e ditës, do flasim në këtë pjesë për një ngjarje të rëndësishme politike, zgjedhje të pjesëme lokale në 5 bashki që do mbahen ditën e diel. Do ndalemi ditën e sotme te Bashkia e Cerrikut, një nga bashkitë e rëndësishme të qarkut të Elbasanit, dhe kanë Florence Dokën, i cili është kandidati i Partisë Socialiste që synon të fitojë përsëri bashkinë ditën e diel, një bashki e cila kontrollohet nga Majta aktualisht. Florence, përshëndes, faleminderit që je në RTS. Përshëndetje. Faleminderit. Fillimisht, ndalemi pak tek CV-ja jote dhe përse vendose ose ke kohë në Partinë Socialiste, si e prit ftesën për të qenë kandidat? Atëherë, eksperienca ime është e gjatë në administratën publike. Kam rreth 24 vite eksperiencë pune, duke nisur nga pushteti vendor dhe në pushteti qendror. Jam diplomuar jurist, aktual kam patur dhe titullin avokati nga viti 2008 dhe aktualisht mbaj detyrën e kryetarit bashkisë në detyrë të Bashkisë Cerrik nga data 16 shtator. Tani jam tashmë kandidat i Partisë Socialiste. Sa i përket arsye sepse pranoj kandidaturën për Bashkinë Cerrik është se unë nga viti 2001 ose jetën time e kam lidhur me Bashkinë Cerrik. Nga viti 2001 kam nisur punën për herë të parë të bashkisë si një jurist i thjesht, dhe më pas kam ndjetur me radhë gjitha etapat, duke vazhduar me teritorie, zëvendës kryetari i bashkisë, sekretari i përgjithshëm. Në vitin 2023 jam shkëputur nga kjo bashki për të kaluar në detyrën e teritorit IVP 500 dhe tashmë jam kthyer për të kandiduar në Bashkinë Cerrik. Bashkia Cerrik sa votues ka dhe cilat janë disa nga pikat kryesore të programit që ti ke për bashkinë? Është një bashki që qartësi ka një orientim, me sa kam dëgjuar dhe kryeministrin Rama, por edhe me sa kam lexuar, drejt bujqësisë, drejt blegtorisë, apo jo, po ka dhe elemente të tjera, apo jo? Po, Bashkia Cerrik ka 33.000 votues, kryesisht në zgjedhjet e fundit kanë marrë pjesë 12.500 votues. Pra, parashikojmë që dhe pas 6-7 muajve nga zgjedhjet e fundit jemi në këto shifra pjesëmarrje, edhe pse realisht është një numër relativisht i vogël votuesish, por megjithatë gjithmonë votuesit kanë treguar që kanë mbështetje shumë të madhe për Partinë Socialiste. Të sigurt që vetëm me këtë mbështetje për Partinë Socialiste neve do të ecim përpara. Bashkia e Cerrik ka hyrë në këto zgjedhje pas emërimit të ish-kryetarit të bashkisë në detyrën e ministrit të bujqësisë, dhe kjo nuk është rastësi, patjetër që me punën që ai ka kryer në Bashkinë Cerrik, por edhe me rolin që ka bujqësia në bashkinë tonë, parashikojmë që dhe zhvillimi të jetë më i madh në zonë, duke qenë se kemi rreth 70-80% të karakterit të bashkisë, karakter bujqësor. Gjithsesi, megjithatë ne projektin që parashikojmë në të ardhmen ose më saktë për buxhetin e vitit 2026, i cili mirëtohet siç e dini në dhjetor të 2025-s, kemi një buxhet i cili do të jetë buxheti më i madh për Bashkinë Cerrik. Normalisht ndërhyrjet më të mëdha do të jenë në infrastrukturë, do të japim fund përfundimisht asfaltimit të rrugëve të lagjeve të Bashkisë Cerrik, të qytetit Cerrik, dhe më pas për të vazhduar njësitë administrative. Do të asfaltohen rreth 10 kilometra rrugë administrative në njësitë për të dhënë një ndihmë madhe zhvillimit dhe rural dhe turistik të zonës tonë. Zona jonë është pjesë e Sulovës, në afërsi të Dumres, pra ka dhe një karakter turistik dhe agropërpunues në bujqësi dhe agroturizmit sidomos. Sa i përket pastaj pjesës bujqësisë, patjetër që na duhet një ndihmë e qeverisë, patjetër që zhvillimi bujqësor që ka marrë ndjeshëm zona jonë dhe duke lidhur dhe me zhvillimin e turizmit, pra kërkesa më e madhe është në bujqësi në këtë drejtim, sa i përket ushqimit, detyrimisht dhe zona jonë i është përshtatur dhe ka një zhvillim shumë të madh të bujqësisë në këtë drejtim. Nëse ndalemi në terma konkret të bujqësia, por edhe blegtoria, nuk dua që ti ndajmë. Dalimi pak edhe këtu, cilat janë ato objektivat kryesore që ju keni për Bashkinë e Cerrikut? Ne kemi në Bashkinë e Cerrikut kemi 2 lumej. Kryesore për këtë pjesë është mbrojtja lumore, pra në gjithë trajektorin e lumit Devolle dhe Shkumbin, ne kemi mbrojtje lumore, pra ndihma e qeverisë në këtë rast në këtë drejtim. Por edhe për rrejt, pra kemi mbrojtje malore, kemi shumë rrejt sidomos në zonën e Sulovës, të cilët kanë nevojë për mbrojtje malore. Krahas pastaj për të zhvilluar në zonat e fushave, që janë fusha shumë pjellore, rrugtarave, kanale Vaditës, kanale Ujitës, që i ndihmojnë direkt punës fermerëve.
Një zhvillim gjithsesi nuk do të dalin vetëm te pjesa e bujqësisë, patjetër që ka rëndësinë e vet të madhe. Ka dhe dy projekte të mëdha që njërin e kemi përcaktuar me ndihmën e qeverisë shqiptare dhe tjetrin e kemi me gizin gjerman. Janë dy projekte madhore. Projekti i qeverisë shqiptare me ndihmën e kryeministrit të Shqipërisë, jemi në proces të hartimit të financimit të projektit dhe të financimit të ndërtimit të një pallati shumë sportësh, i cili do të jetë një sipërfaqe ndërtimi 1500 metra katror. Pra është një karakter ndërkombëtar, jo vetëm për Bashkinë e Cerrikut, pa aty pritet të zhvillohen lojra dhe gara ndërkombëtare, sidomos për atë pjesë e Bashkisë së Cerrikut. Besoj se ju e dini, fshati Shtrëmen ka një ekip shumë të fortë peshmëngjetit. Ka një trajner, Leonard Toskën, të niveleve ndërkombëtare, ka nxjerrë peshmëngjetica shumë dhënë ndërkombëtar dhe normalisht ne parashikojmë që në këtë fushë të japim edhe një ndihmë plus dhe përfaqësimit kombëtar dhe ndërkombëtar të qytetit të Cerrik. Nga ana tjetër, nëpërmjet gizit gjerman do kemi financim shumë të madh, ku parashikohet që Bashkia e Cerrikut të jetë para bashki, me siguri e para bashki, ku kostot për energjinë, për shkollat, për ndriçim rrugor, për objektet publike të jenë me kosto zero. Çfarë do thotë kjo? Ndërtojmë një fushë panelesh, e cila do të financohet tërësisht nga gizi gjerman, dhe kjo kosto energjisë do të ndihmojë që pagesat e Bashkisë së Cerrikut që përllogaritet në vit rreth 160-170 milion lekë të vjetra, të kursejnë tashmë dhe taksa paguesit në këtë rast të ndihmohen, por jo vetëm kaq. Kryesore është që dhe të gjitha shkollat e Bashkisë së Cerrikut t'i kthejmë me sistem chiller, pa me sistem që furnizohen, ngrohen dhe ftohen nga energjia, duke kursyer apo duke hequr pjesën e naftës, druve, pjesën e peletit që tashmë i kemi aktualisht në funksion. Në këtë mënyrë, jo vetëm që kthehemi me eficiencë zero, por kthehemi dhe bashkinë green. Dhe kjo është, këto dy projekte madhore janë ato që besoj se do jenë risit në vazhdim të Bashkisë së Cerrikut. Në Florence, keni edhe një element të rëndësishëm që është arsimi profesional, apo jo? Ndalemi pak edhe të arsimi çfarë parashikoni, më pas do të kaloj pak edhe te biznesi. E vërtet, kemi një shkollë profesionale në qytetin Cerrik, e cila ka disa fusha të karakterit bujqësor gjithmonë. Jemi në ndërtim dhe përfundim të konviktit të kësaj shkolle, me financim të Ministrisë së Ekonomisë. Përfundojmë së shpejti fazën e parë dhe në fazën e dytë për mobilimin dhe arredimin si dhe sistemin kalitarit të kësaj shkolle, e cila do ndihmojë nxënës jo vetëm nga zona e Cerrikut, por dhe nga gjithë Shqipëria që të vinë dhe të edukohen në këtë shkollë. Është një shkollë e ndërtuar në vitet 60, 65 dhe normalisht ka një histori goxha të gjatë dhe goxha me profesionalizëm. Shpresojmë shumë që edhe në këtë drejtim Bashkia e Cerrikut të jetë një mënyrë një qendër e zhvillimit bujqësor apo edukues bujqësor, ku do të nxjerr kuadrot e vet apo personat e kualifikuar në ndihmë të bujqësisë. Ndërkohë, për kaluar te biznesi i vogël, por keni edhe disa biznese të mëdha. Çfarë mund themi, çfarë parashikon programi juaj, apo do të një vimësi e programit të kaluar, pra taksa më të ulta, nuk e di. Patjetër që ne kemi ndjekur gjithmonë një mënyrë progresive të taksimit, pra ne krijojmë një mundësi që deri në mars bizneset të tatohen deri në minus 30%, duke nisur nga janar, shkurt dhe pastaj duke rritur atë pjesën e taksimit për t'i dhënë mundësi bizneseve që të paguajnë radh parë sa më shpejt, që dhe bashkia të ketë ato mundësitë ekonomike të vetat, por duke i lehtësuar në masën 30% që besoj se nuk është një vlerë e pakët për bizneset tona. Kemi biznese goxha të mira në agroturizëm, thash në aspektin bujqësor në këtë drejtim neve do të vazhdojmë të mëshojmë fort si bashki dhe detyrimisht duke i lehtësuar nga ana e taksave. Pjesa më e madhe e bujqësisë që lidhet me objekte prodhuese, serat, pemtari, ullinj, shumë kemi në zonën tonë, ku vetëm në pjesën e përpunimit të ullirit, për të fajt ullirit, kemi 25 fabrika, pra investime goxha të mëdha të kryer nga banorët tanë. Ne të vazhdojmë të ndihmojmë, patjetër duke ndarë ata, duke diferencuar ose duke tatuar vetëm për pjesën kur ata kryejnë funksionet e tyre të përpunimit. Florence bëri një ekspoze shumë të gjatë, të gjerë edhe duhej, në fakt, por cila ka qenë disa zhvillime pozitive që zoti Rama ka marrë ish kryetarin tuaj e ka bërë ministër të bujqësisë. Pra, ka qenë një element ndoshta plus që keni bërë atje dhe ka marrë edhe si model disa herë me sa e kam parë në fjalën e tij.
Patjetër, ne kemi patur disa risi të cilat si bashki kemi qenë në nivel parësor, pra kemi një mënyrë të përpunimit të produkteve bujësore duke kthyer ato në ple organik, dhe kjo është risia më e madhe që ka patur Bashkia e Cerrik në këtë drejtim. Do ta vazhdojmë me faza të tjera, ne jemi duke futur një projekt tjetër për përpunimin e plastikës, duke shkuar gjithmonë, siç e thash në fillim, tek ajo bashkia green, te bashkia që në fakt një komunitet i vogël siç është qyteti i Cerrik, siç është bashkia e Cerrik, i takon dhe të jetë. Nga qeveria, ndihma e qeverisë në këtë rast ka qenë goxha e madhe. Nëse do të vini në Cerrik dhe ju ftoj gjithë të vini në Cerrik, do të shikoni që rrugët kryesore janë gjitha të aksesueshme, pra kemi asfalt në çdo drejtim të qytetit dhe në drejtim të Dumres, e cila është një zonë turistike e afërt me ne, por edhe në pjesën e Gramshit, pra që kemi liçen e Gramshit në territorin tonë. Dua të kaloj pak përveç programit tuaj, kalojmë pak edhe tek opozita. Si paraqitet situata opozitës, mbështet një kandidat të pavarur, në ka krijuar edhe ne probleme, sepse kodi zgjedhor e ka pak të ngushtë kohën për kandidatë e pavarur. Por gjithsesi, ky është tjetër diskutim. Më jep një koment për opozitën atje dhe a rrezikon ndoshta që shkuarja drejt një gare të sigurt, ndoshta për të majtën të ketë një pjesëmarrje të ulët në votime? I keni llogaritur? Kemi dy kandidatë në Bashkinë Cerrik. Me thënë të drejtën, nuk kemi marrë shumë kandidatë kundërshtar, edhe pse kemi vendosur që mos merrem me ta. Nga ana tjetër, e thash më parë, ne jemi një bashki me komunitet vogël, një bashki e cila detyrimisht çdo ditë hasim banorët tanë, fqinjët, kushërinjt, pothuajse 2-3 herë në ditë kur kalon nëpër rrugët e qytetit dhe për fshatra, dhe fushatat tona kanë qenë të këtij karakteri, pra një karakter i cili jo fyerjesh, jo sharjesh, një kompromis le ta quaj politik të një politike të vogël, larg politikës madhe të Tiranës. Ndryshe këto ditë ka ndodhur me kundërshtarët tonë, të cilët kanë zgjedhur një fushat ndryshe. Patjetër që ndoshta duke qenë pak bashki në garë, edhe ata tentojnë të tregojnë veten e tyre, por rezultati tashmë besoj se gjithë qytetarët e Bashkisë së Cerrik kanë bërë, do të jetë një rezultat rekord për Partinë Socialiste, dhe në një farë mënyrë përgjigjja që qytetarët do të japin kundërshtarëve tanë do të ajo që duhet, pra që dhe fushata do të jetë sa më qytetare, sa më e qetë dhe sa më në pajtim me komunitetin ku ne jetojmë. Ndërkohë, te dita e zgjedhjes, i keni bërë thirrje njerëzve që të dalin në votime, sepse si e thash, ndoshta shkuar drejt zgjedhjeve, duket sikur është e sigurt Partia Socialiste mund të ketë një numër të ulët me pjesëmarrje apo jo? Janë pak shpejt nga zgjedhjet e fundit qeveritare që kanë qenë në 11 maj, patjetër që u desh më shumë angazhim nga ana jonë në këtë drejtim. Jam i bindur qytetarët do dalin masivisht dhe i ftoj të dalin masivisht në këto zgjedhje. Patjetër duke vlerësuar punën, patjetër duke vlerësuar kandidatin i cili i duket më i përshtatshëm, dhe me siguri ne do ta provojmë ditë pas dite, dhe kjo është motoja jonë këtë herë, që ne punën tonë do ta kemi çdo ditë vitit. Çdo ditë vitit me punë të vogla, me punë të mëdha, do të tregojmë patjetër vlerat tona dhe vlerat e Partisë Socialiste për të mirën e komunitetit në radhë parë, por edhe për të treguar që meritojmë kandidimin dhe mbështetjen që na është dhënë në Bashkinë e Cerrik. Ndërkohë, përsa i përket edhe elementeve të tjerë, do të rikthejmë përsëri te programi, ju u ndalët gjithësisht te aspektet që lidhen me bujqësinë, me arsimin, por do ndalem edhe te elementet të tjerë, pasi bujqësia është një çështje e rëndësishme përsa i përket edhe integrimit. Çfarë projekte të tjera parashikohet në bujqësi, sidomos në Cerrik, por ndoshta edhe në një element tjetër. Ju e përmendët pak edhe atë që është green, pra ekonomia green, sidomos përsa i përket bashkive. Ju jeni para në këtë aspekt, apo ndalemi pak më gjatë këtu. Jemi drejtuar ekonomisë green në trajtimin, mendojmë që kostot e plerave do të jenë sa më green. Dhe duke qenë sa më green, edhe ato kosto reduktohen. Fermerët të cilët prodhojnë produktet e tyre nëpërmjet pikës tonë të trajtimit të mbetjeve kanë një mundësi që produktet e tyre të trajtohen dhe të kthehen në ple organik për prodhimin e ardhshëm. Pra kjo është një mënyrë e mirë për të ulur kostot dhe për të ndihmuar ekonominë e bujqësisë. Tjetër gjë është fakti mendoj i bashkëpunimit me ministrinë në rastin konkret. Ne në çdo zyrë, në çdo njësie do të ngrem ose do të atashojmë agronom apo persona përgjegjës të cilët do të ndihmojnë fermerët në skemat qeveritare të përfitimit
siç flitet në rastin konkret edhe të skemave duke nisur nga janari për 10% e kthimit të kostove apo të 10% e shitjes së produkteve bujqësore, pra nëse një fermer në vaj ulliri do të shes, në rastin tonë konkret kemi rreth 50-60 milion lekë të vjetra. Kur kthehet 10% e këtij produkti, pra 6 milion lekë të vjetra, fitimi është goxha i madh dhe normalisht ky fermer me këto kosto, me këtë fitim do arrijë që të heqë kostot e tij të shpenzimit. Ndërkohë, po lam pa përmendur një element të rëndësishëm që lidhet me urbanistikën. Ceriku është një mënyrë e rëndësishme që është lidhse me disa edhe bashkitë të tjera të Elbasanit, me atë që është bashkia Qendrëqarku me bashkitë të tjera. Te urbanistika, keni ndonjë projekt, por edhe te infrastruktura e pjesëve akseve rrugore që janë edhe ndërqytetase? Siç e theksova më lart, falë ndihmës së qeverisë, jemi goxha të aksesueshëm në rrugët nacionale. Pra kemi akses nga të gjitha drejtimet, duke shkuar drejt Gramshit nga Elbasani në lidhje, duke shkuar drejt Belshit që është pjesa e Durrës nga Tirana, jemi shumë afër Durrësit, shumë afër Tiranës, pra aksesimin me rrugët kryesore kemi tashmë të gatshme. Nga ana jonë si bashki, në buxhetin e ardhshëm, thash që kemi 10 kilometra rrugë të zonave rurale, pra i shtohen inventarit të rrugëve që ne tashmë disponojmë si bashki dhe kemi punuar goxha në këtë drejtim, por gjithashtu ajo që është e ndjeshme për qytetarët e bashkisë Cerrik janë rrugët e brendshme të këtij qyteti. Me rrugët e brendshme kuptojmë rrugica që dalin direkt nga pallati dhe parqet vogla që do të krijohen në këtë rast, dhe këto do të jetë goxha lehtësi e madhe për banorët, sidomos në periudhën e dimrit dhe patjetër atë të verës, dhe do të ndihmojë edhe emigrantët e shumë që ne kemi, duke krijuar një atmosferë komunitare që tashmë e kemi në qytet, por me korrigjimet e vogla që do mbeten për t'i bërë, do të jemi goxha mirë në këtë drejtim. Ndërkohë, nuk do votoj diaspora në këto zgjedhje e pjesëme lokale, por është një element i rëndësishëm që do jetë për zgjedhjet e ardhshme. Ju thatë që Ceriku ka një numër të madh edhe me emigrant, ndalemi pak dhe te ky komponent i cili ju besoj i kushtoni vëmendje. Cilat janë kërkesat kryesore dhe a ka atje emigrant që janë kthyer nga diaspora dhe për të punuar përsëri në vendin e tyre? Kemi disa raste ku është tentuar dhe sidomos e thash në aspektin e përpunimit të vajit ullirit, disa raste emigrantësh dhe investime që shkojnë 500 deri 1 milion euro, pra investime të rëndësishme të zonës, dhe këta emigrant normalisht kanë vendosur që të investojnë në zonët e tyre, rreth 25 fabrika të vajit ullirit kemi në zonë. Patjetër që investimet, po të bëjmë një llogaritje matematikore në goxha të larta dhe detyrimisht dhe pritjet e këtij investimi do të jenë të rëndësishme. Kemi shumë pemë frutore ulli, po jo vetëm në rastin konkret. Kërkohet edhe me skemat qeveritare që po shkon drejt agropërpunimit, ne të përfitojmë dhe të tentojmë të kthejmë sa më shumë banorë të cilët kanë financimet e tyre jashtë Shqipërisë, të rikthehen dhe të kenë mundësi të financojnë Shqipërinë. Ndërkohë, meqense po shkojmë drejt fundit të intervistës, duhet më japësh edhe një koment për sa i përket thirrjes ose arsyeve pse do duhet një qytetar në Cerrik që të votojë Partinë Socialiste, të votojë juve. Siç e thash, jeta ime është e lidhur me Cerrikun, kam 24 vjet që jap prova për Bashkinë Cerrik edhe për qytetarët e Cerrikut. Shumica atyre më njohin, e din rolin tim në Bashkinë Cerrik, e din dhe rolin tim apo dëshirën time për punë. Qytetarët do të vlerësojnë njeriu që punon. Qytetarët do të vlerësojnë personat cilët në datë 10 e nisin punën. Pra, në datë 9 kemi zgjedhjet, por në datë 10 puna do të vazhdojë dhe nuk kemi pse të presim asnjë moment më shumë për të punuar. Ne në datë 10 do të vazhdojmë punën normalisht dhe do të sjellim apo do të implementojmë këto projekte që unë sa po më lart. Ndërkohë, Florenci, jeni gatshëm që të bashkëpunoni edhe me ata komponent, me ata element të opozitës pas zgjedhjeve? Do të shtrini dorën e bashkëpunimit? Kemi parë bashkëpunim të tillë në disa bashki, Vlora, Saranda, flitet edhe për bashkitë të tjera. Është Cerriku një prej tyre? E theksova dhe më lart që do të jetë një fitore rekord, edhe normalisht duke qenë një fitore rekord do të jetë një fitore për 8 majtës dhe djathtas, një fitore e cila do të ketë votën dhe të djathëve. Dhe detyrimisht duke qenë një votë e tillë, një votë popullore, pra do të jetë
patjetër një vot e cila duhet shpërbyer në radhë parë me punë, po dhe me bashkëpunim, pse jo. Dyert janë të hapura për çdo i cili mendon që mund të japë dhe i cili mendon që mund të kontribuojë për komunitetin e Bashkisë së Ri. Ndërkohë, për ta mbyllur edhe thirrja fundit për gjithë qytetarët, si e tham, ka një frikë me sa kam komunikuar në kampi socialist që mund të ketë një pjesëmarrje të ulët. Ju jeni optimist që nuk do jetë e tillë, por e bëjmë një thirrje të fundit për ta mbyllur. Është pikërisht kjo thirrja që duhet të bëjë qytetarëve ditën e diel nga ora 7 e mëngjesit dhe socialistët parët deri në orën 12 me siguri do të përfundojnë votimin e tyre, por gjithë qytetarët do të dalin masivisht në zgjedhje. Ky është një shans i mirë që të provojmë që një komunitet si Bashkia e Cerrik është bashk për një fitore të madhe dhe është bashk për treguar mbështetjen për kryeministin Rama radh parë, por edhe për Bashkinë e Cerrik. Mirë, Florence, erdhëm në fund të kësaj interviste. Falenderoj shumë, suksese ditën e diel. Kënaqësi që të kisha në RTS. Ju falenderoj. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fundet të temës së ditës për sot, por edhe për gjithë këtë javë. Ju falenderoj shumë që keni qenë me ne në këto transmetime të drejtë për drejta. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë të gjithëve. Qëndroni me ekranin e RTS-s, qëndroni me ekranin e RTS 24, e cila do të merret ditën e diel, do ta ndjeki hapasapi të gjitha të proces të pjesshëm zgjedhor që do të jetë në 5 bashki, do të jetë në Mat, në Cerik, në Berat, Tepelen, do jetë dhe në Vlorë. Ishte parashikuar që kishim zgjedhje edhe në Tiranë, por zgjedhjet në Tiranë u shtyn për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nuk dihet nëse do të mbahen ose jo, por gjykata kushtetuese e ka mbyllur një diskutim të tillë, por mbetet që të kemi një vendim politik ose jo në muajt në vijim. Ndërkohë, pas pak do të jenë reklamat, rikthehet emisioni 3D nga Alban Dudushi, si e thash edhe një herë, bashkë do të takojmë ditën e hënë si gjithmonë në orën 20. Atëherë, natë e mirë të gjithëve.